Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Falënderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin ton alayhi salam, familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përsëllin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamat e dashur, elusim Allahun e madhnueshëm të bën kabul namazën e xhamas. Elusim Zotin në këtë ditë xhamaje që të sëmurët tanë të I shëron në të vdekurit tanë, të I mëshiron atyre të aban varët një kopsh nga kopshet e xhennetit. Allahun e lusim neve të na takon me anëtarët e familjeve tona në xhennet, me njerëz të mirë, me pejgamberë, me dëshmor. Lusim Allahun e madhnueshëm që neve të na mbron nga borxhet, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na mbron nga azabi I varrit. Këto janë disa nga duat që gjithmonë I ka bërë pejgamberi jon alayhis salam, prandaj xhamat sa herë që përfundojmë pra me namazin edhe pas të spive, kur I ngrisim durë, ashtë mirë me bon pra po këto doa, sepse po me këto doa, ashtë lut edhe pejgamberi jon alayhis salam, dhe mbi të gjitha xhamat, e lusim Allahun e madhnueshëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote, me u kon duke e thonë, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Sot inshallah, do të ndalemi në pika të shkurta me shpjegu në lidhje me një sëmundje, kështu do ja emërtoja, që tek muslimanët me vetdi apo pa vetdi është prezente në për familjet e tona. Ajo është pra mallkimi. Është mallkimi kur disa e kanë shprehi gjithmonë pra me mallku. Do të folim se çfarë thot pejgamberi jon alayhis salam, edhe do të ndalemi pak sa më tepër mallkimi I fëmijëve që për fat keq disa prindër, në këtë rast disa nana, të cilët më veten e kanë thirr edhe po e quajnë veten se janë nervoze dhe ato I mallkojnë fëmijët e vet. Xhamat, thot Allahu në Kur'anin e Kerim, te ai pra tek Zoti ngrihet fjala e mirë, besimi dhe veprimi I mirë. Që në fillim me këtë ajet kuranor, Zoti neve na ban me dije se tek Zoti ngrihet. Pranohet inshallah, ajo është para fjalë e mirë, kuptohet që buron nga imani jon dhe veprimi I mirë. E një nga pasojat më të rrezikshme të gjuhës tonë pra është mallkimi. Mallkimi, xhamat, në kuptimin e saj, pra më të gjerë përfshin dëbimin nga mëshira e Allahut dhe është një nga gjërat më të urrejtura për të cilat edhe vetë pejgamberi jon alayhis salam e ka ndalu ata. Ajo çfarë shumë më rëndësi me ditë një hadith pejgamberit ton alayhis salam që transmeton Abdullah ibn Mesudi, ku thot pejgamberi Allahut, besimtari nuk ofendon, nuk mallkon, nuk është I paturshëm dhe I pist në gjuhë. Pejgamberi jon alayhis salam e ka përmend pra këto fjalë, ka thonë, muslimani nuk ofendon, e as nuk mallkon, që kjo pikë neve të interesu për sot, nuk është I paturshëm edhe nuk përdor pra fjalë të pista. Muslimani xhamat që e ka kuptuar drejt fejen e tij, me kuptuar drejt fejen xhamat, kjo nuk I bie në këtë më shku më bëu xhallar. Ti mund është më u kon një musliman shumë I mirë. Për shembull, me një teskë në pazarët, ti punon mot me drejt, nuk ban hile, ti e ki tregu pra fejen tënde. Njerëzit kanë besu pra fitim, kanë besu besimin të ti. E kanë fitu se ti vërtet je njëri I drejt. Hiç pa fjalë tregon se e ki kuptu pra fejen tënde. Në këtë rast, kur thojmë pra me kuptu drejt fejen e ti, nuk është që na kej drejtomu të bëhme o xhallar. Në drejtimin, në të punën, në të zanatin, ku do që je ti, kjo është me kuptu drejt fejen tënde, si pas asaj mundësie që Zotit ti pra ta ka mundësu. E këtë rast, ne duhet të trajtojmë vetën dhe të trajnojmë, kështu kisha me thonë,
që të jemi të durueshëm dhe të kontrollojmë zemërimin tonë. E në këtë rast, kur e kontrollojmë pra zemërimin tonë, tregojmë tolerancë dhe sjellje të mirë, jemi të lehtë dhe të butë dhe në këtë mënyrë xhamat përfitohen pra zemrat e besimtarëve që janë dashura pastaj për neve dhe për këtë shoqëri. Prandaj xhamat, besimtari duhet shumë të jetë i kujdesshëm pra për që të bëhet shkak ta fiton kënaqësinë e Allahut, ta fiton faljen e Tij dhe mbi të gjitha pra mëshirën e Zotit. Kur i përmendim para se me ardh te mallkimi, ne po japim atë shpjegimin në parim se si duhet të jetë, sepse ne mund ta frenojmë e mos të mallkojmë pra tjetrin. Kjo është një mundësi e jona, sepse shejtani në këtë rast nuk ka dorë përderisa na nuk e kontrollojmë pra vetveten tonë. Edhe në këtë rast pra xhamat muslimani është shumë i mëshirshëm, pasi e kupton se mëshira ndaj njerëzve në tokë, Zoti ka për ta mundësu ti me pas për mëshirën nga qielli. Edhe me një sjellje të mirë dhe vëllazërore, shpesh herë besimtari tregohet se është shumë i thjeshtë, shumë modest, është i këndshëm kur flet dhe gjithmonë duke pasur parasysh pra ndjek shembullin e të dërguarit ton pra pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Pse e themi gjithmonë pra Jernek e kemi model pejgamberin ton alayhi salam. Ishte person i cili nuk përdorte gjuhë të keqe e as nuk i ofendonte pra të tjerët. E as nuk i ofendonte të tjerët xhamat. Para mendoj nuk transmetohet as një fjalë që i ka ofendu edhe i dhujtarët. Nuk është transmetu absolut. Nuk i ka përdor këtë fjalë të keq. Përkundër gjithave çfarë i kanë në botë të këqija, pejgamberi jon alayhis salam nuk ka përdor fjalë ofenduese kundër të tjerëve. Dhe tash unë po e kthem vetveten, edhe na të bëmi real, me t'i bëu gjitha të këqijat, edhe pak, pe dini mo, na çikimi shqiptarët, ajo fjala e heka kokën e bathës, demek se burrninë e madhe çka pe bëjmë na, e heka kokën e bathës edhe shi demek prit unë çka po du me bë. Jo xhamat, realisht pra po mundohemi vetëm ta përmbajmë nga kjo dukuri negative, e sidomos pra kur bëhet fjalë për mallkimin. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, fjalët e këqija dhe bisedat e ndita nuk kanë të bëjnë asgjë pra me Islamin. Pastaj ka thonë, njerëzit më të mirë në Islam janë ata të cilët kanë sjellje më të mirë ndaj të tjerëve. Kush konsiderohet njeri më i mirë xhamat? Ai i cili ka sjellje të mirë ndaj të tjerëve. Shikojmë pra si sillemi me të tjerët, kime pa pra sa je i mirë xhamat. Kime pa veten edhe unë edhe ti edhe kejt, kena me pa veten sa jemi të mirë. Si kemi raportet pra me të tjerët? A sillemi mirë? U kri kjo punë pra je në radhat e njerëzve të mirë që i ka përmendur këtë hadith pejgamberi jon alayhis salam. Pejgamberi Allahut e ka ndaluar që ta mallkojmë pra njëri tjetrin. Dhe tani xhamat him në temën që e përmendën në fillim pra, kur bëhet fjalë për mallkimin. Ai ka thonë, mos e mallkoni njërin tjetrin me mallkimin e Allahut e as me zemërimin e tij e as me xhehenemin. Do thotë përderisa është e drejtë ekskluzive e Allahut me mallku për shembull, jo besimtarët. Pastaj e drejta e Allahut është që edhe ai zemërohet. Edhe në këtë rast kur përmendet as me xhehenemin, kemi parasysh xhamat se ku shkon aq i larg, saqë dikush e mallkon në filanin, edhe një besimtar pra u gjef në zjarr xhenemit. Kjo është pra një sende ndalume nga ana e fesë tonë këtë rast që thot pejgamberi jon alayhis salam. Besimtari xhamat duhet me pas parasysh se ne nuk duhet me bën lutje kundër njerëzve me diçka që shpreh largimin nga mëshira e tij. E pejgamberi jon alayhis salam ju ka kërcënu dikujt me jetë, ju ka kërcënu diçka me fjalë, po thjesht ata të cilët të mallkojnë
nuk do ta kenë ndërmjetësimin e as dëshmin ditën e gjykimit. Është mundësia jote xhamot, ti me ndërmjetësu për shembull përmendet hadith për një shok tonin. Ti për mu kon dëshmitar për filanin ditën e kiametit. Çfarë thot pejgamberi jon alayhis salam që transmeton Ebu Derdaja, thot kështu: ata të cilët mallkojnë shumë, kështu është hadithi xhamot, ata të cilët mallkojnë shumë ditën e gjykimit nuk do të jenë dëshmitar e as ndërmjetësues. Ata të cilët pra një fjalë ditën me mallku, ditën tretën me mallku, thot pejgamberi jon alayhis salam, nuk ka me pas këtë nder, mu ka ndërmjetësues e as dëshmitar pranë ditën e gjykimit. Shoqërimi me njerëz të mirë. Dashur xhamot, shoqëria me njerëz të mirë është një sjellje shumë me rëndësi pranë jetën tënde. Prandaj sa herë që shoqërohesh me njerëz të mirë, nuk vije as që del nga goja është një shoku të mirë, ai i cili ofendon, e në këtë rast ai i cili pra mallkon. Prandaj sot di me raste ai i cili janë shoqëru me një shok të keq, me një shoqëri të keqe, se si ka deviju për shembull, ka humb familjen, ka humb shoqërinë, akraban, fundit edhe ka shkatërruar edhe familjen, edhe gruan, edhe fëmijët e vet. Këtë si rezultat xhamot i një shoqërie pra të keqe që ka pas pra pasojë. Prandaj kur ti shoqërohesh me shok të mirë, me shoqëri të mirë, kjo dëshmon se vërtet pra mundesh mu kon njeri i mirë. Një fjalë e urtë që përmendet, si e ke shoqërinë, je edhe vet. Kështu pra, një nga fjalët e urta që përmenden, si e ke shoqërinë, je edhe vet i tillë pra. Ke pa njeri ka njerë identifikohet për shembull kur të kërkon tije shoqëri këto në rrjetet sociale, edhe ti shka t'intereson kush ka na filanin, nuk po e njoh, po nëse ka atë mundësim për me pa, ti ja këshir shoqërinë atij. Ja këshir postimet, apo përputhet me ti apo jo. Çfarë ki poston ki gjallë? Çfarë familja është? Çfarë urime ka ki? Me çfarë sende mirët? Ti e kupton se e pranoj, e konfirmoj shoqërinë e tij apo nuk e konfirmoj. Edhe ti shka pran e anulon. Ndërkaq ai i cili për shembull ta mshet mundësinë, vetëm ka kërkuar shoqëri tije në Instagram apo në Facebook për shembull, ti thuan nuk po e njoh, plus ma ka hek mundësinë me ditë çfarë rrethi ka ki. Nuk bëhet fjalë shoqëria vetëm me ata kur e sheh drejt për drejt xhamot, por tani kemi një shoqëri tjetër vizuale që nuk po kemi mundësi na mu taku me ta. Absolutisht s'po ka mundësi. Mirë po mundësia jote po ana përmes rrjeteve sociale dhe ti po e përcjell finanin po të njëjtin kohë edhe ai ty po të përcjell. Dhe ti kur ja sheh shok i paska çka i ki edhe ti, kur ja sheh postimet që janë në rregull, ti çfarë bën e konfirmon. Pra filanin po e pranoj për shok me pas për shembull në rrjetet sociale. Pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton Ebu Hurajra ka thonë kështu: shok nuk duhet të jetë ai që mallkon. Ka thonë shok nuk duhet të jetë ai i cili pra mallkon. Pse xhamot? Pse në këtë rast nuk është e mirë, sepse nga parimet islame, nga vlerat që i ka ki dini jon, mos me mallku ata i cili ban mëkat. Mos e mallko kurrë i cili është duke bën pra gjuna. Ata të cilën e kemi shok dhe ata të cilën ne e duam. Nuk kanë rregull pra xhamot, na me mallku filanin për një mëkat që e ka bë. E ki për zemre, e ki e shok, e ki e të familjes, nuk kanë rregull ta mallkojmë nga parimet islame xhamot, sepse nëse dika që e mallkojmë e vërtet e meriton mallkimin, dhe ai mallkimi ka për të arrit atij. Mirë po, nëse ai vërtet nuk e ka meritu, atëherë mallkimi i jot do të kthehet te vetja jote xhamot. Mallkimi i jot ka për të kthy pra te vetja jote. Dhe përmendim një rast xhamot që transmeton Ebu Hurajra se te pejgamberi jon alayhis salam ka një njeri e ka sjell në fakt ai i cili pra ka pi alkool dhe është de.
Dhe pasi e ka marrë dënimin me kamxhikosje, e kanë liru. Edhe herën e dytë përsëri e kanë kap ata që ka pi alkool, ai njëjti ka marrë dënimin, dëshkimin dhe e ka liru pejgamberi Allahut. Herën e tretë përsëri xhamot ka marrë dënimin e merituar dhe e ka liru. Pasi a largu një nga sahabët, dëgjoj xhamot që tash. Një nga sahabët ka thënë Allahu e madhkoft, sa shpesh që ka ardhur për me marrë dënimin. Pejgamberi jon alayhis salam xhamot është kthi kaj dhe ka ndryshu plotësisht ktyrën, ka ndryshu pamjen kur i ka drejtu atij dhe i ka thonë mos e mallko ata. Ai e mor dënimin, ka bën një mëkat, e mor dënimin edhe ka kaluaj, ka hec. Kep e ka mallku, ka thonë Allahu e mallkoft. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mos e mallko ata, se mos i ndihmosh shejtanit kundër ti. Pastaj ka thonë pejgamberi Allahut, pasha Allahun e di që ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij. E ki parasysh xhamot, një njeri që e bën një mëkat, që nuk e ka kuptimin se ai nuk e do Zotin e nuk e do pejgamberin alayhis salam, ka në mëkat njeri, gjithmonë me bën mëkate, por e ka thonë për filanin, unë e di që e don Allahun dhe don të dërguarin. Kështu pra xhamot, nuk kanë nga edukata, nuk kanë nga parimet islame, na ta mallkojmë filanin për mëkatin e bërë. Mallkimi i fëmijëve. Kjo xhamot nuk përkon me fjalorin e besimtarit në raport me askand. E as më pak xhamot kundër fëmijëve tonë. Për fat keq xhamot, kemi raste pa u mendu fare dhe pa qenë vetëdijshëm për fjalët që dalin nga goja e prindërve. Për fat keq mund këto mallkime mund dalin nga disa nana, të cilët më tani ja kanë vesh emrin unë jam nervoze, unë s'po muj me përmbajt veten, edhe çfarë bën xhamot e mallkon e vladin e vet. E mallkon e vladin e vet xhamot. Edhe thot e thef shafën. Copa, lloj mallkimi që mundet mu bë nana kundër e vladit vet xhamot. Ti ka ndëgjon që tash ki drejt me thonë, pa ka nana, po ka. Ti si burr, ash mirë mi fol gruas me thonë që ki mallkim, që pja bën e vladit tanë. Këta a të proni maslinka se ki mora, a joti a ki fëmi. Pika kështu, kjo sjellje jo e hishme xhamot me mallku nana e vladin e vet. E sa raste xhamot kanë ndodhur që e ka mallku e vladin e vet. Edhe ki mallkim xhamot është realizu, e ka pranu Zoti. E sa raste dim që janë pendu shumë prindër, ama ka qenë vonë sepse është pranu pra lutja e babës dhe e nanës. Po s'kësaj xhamot, mund të godas për shembull fëmijën ton ndonjë fatkeqësi, ndonjë tragjedi apo ndonjë send, ndonjë sprov shumë e rëndë, dhe mallkimi i babës dhe i nanës ka arrit te vladi e vet. Xhamot. Kemi kujdesshëm në fjalorin ton xhamot që po e thoj. Sa do të jesh nervoz, nuk arsyetohet mu qu me mallku nana apo baba e vladin e vet. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, mos bani dua kundër vetës juaj. E ki parasysh xhamot, mos bani dua kundër vetës tënde. Ka njeri që e lut Zotin shka me akeqe, o Zot merr ma shpirtin, o Zot që kjo të mnodhe ku i di ka hip dishka në krija dhe që tash duhet me mallku vetëm. Pastaj ka thonë, e as kundër fëmijëve tuaj. Kështu ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, mos bani dua kundër vetës.
e as kundër fëmijëve tuaj. Pastaj ka thonë as kundër pasurisë tuaj, se mos që ndodh pra në kohën kur Allahu i pranon dot, pastaj e ju do të pendoheni, ama është vonë më kjo. Është vonë, ju do të pendoheni, ama është vonë sepse kur ke boti doa ka qenë ajo kohë kur pranohet pra nga ana e Allahut. Pra nuk na lejohet as vetën me bo kundër vetes me bon doa me mallku, e as kundër fëmijëve, e as kundër pasurisë pra ti si besimtar. Sa që pejgamberi jon alayhis salam xhamot e ka krahasu pra mallkimin me vrasjen. Deri këtu ka shku pra një kujdes i madh që duhet me pas ti dhe unë si besimtar. Ai ka thënë mallkimi i besimtarit është sikur vrasja e tij. Mallkimi i besimtarit është sikur pra vrasja e tij. Ai i cili vritet normal është gjënon shumë i madh. Ai ka mbaru, mirë po ai i cili mallkohet është gjallë, por realisht pra është i vrarë nga tjetri, edhe si përpasojë pra ai ka vuajtjet, ka shumë sene që Zoti i ka pranuar si rezultati një mallkimi që e ka bërë pra një besimtar. Prandaj xhamat, kujdes nga rreziku i mallkimit. Kujdes nëse ai nuk e meriton. E këtu ndalemi pak xhamat. Nëse ai nuk e meriton mallkimin, ka hadithe që vërtetojnë se mallkimi i arrin atij që mallkon. Pra mallkimi pranohet atij që mallkon, e jo atë që mallkohet. Saqë pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush mallkon dikë, ndërsa ai këtë nuk e meriton, e ke mallku, mirë po nuk e ka meritu, ai mallkim pra do t'i kthehet atij që e ka thonë pra mallkimin. Nuk e ka meritu, ndërkaq ai mallkim pra do të kthehet ti, përderisa ti e ke mallku pra tjetri. Atar për fund xhamat. Për fund pra në fjalorin tonë si besimtar që duhet në me pas këtë rast. Mos u baj pra njeri vulgar. Mos u baj njeri i cili gjithmonë pra fjalor është i ashpër, i urrejtur në shoqërinë familje. Pse xhamat? Sepse krijon frikë, distancë dhe humbje të sigurisë pra emocionale. Përderisa njeri u mallkon xhamat, e rrit konfliktin dhe zbe marrëdhëniet mes njerëzve. E rrit konfliktin. Mallkoje filanin, ai përsëri pra tjetri do të reagoje. Gjithmonë pra këtë rast aksioni që merr ke prit për reaksionin, edhe rrit konfliktin mesën e njerëzve. Këtë rast kjo ka për me pas zbeje të marrëdhënieve në familje, mesin e fëmijëve, me prindër e me fëmijën këtë rast, po dhe në krejtë shoqërinë. Një nga pasojat xhamat është ulja e besimit tek miqësia dhe humbje e mbështetjes sociale. Ai që mallkon rrit tensionin emocional dhe s'ka ide për ta zgjidhur pra problemin. Çfarë duhet me bën krejt për fond xhamat besimtari? Thot kritik konstruktive në vend të mallkuarit. Kritiko, mirë po në tjetë shumë e qartë, shumë e mirë, në vend se me mallku. Shpreh ndjenjat e tua, idetë e planet e tua pa agresion, pa urrejtje e pa fjalorin vulgar. Për në fond xhamat, bëj lutje të mira. Bën lutje të mira. Përmendëm pak më herët se me mallku ata që ka bën një mëkat, ata që e do, e ata që e kije për zemrë, e kije në familje, nuk kanë shpreh nga edukata islame. Për kontrazi pra, bën do për ta dhe këshilloje ata pra me fjalë të mira. Bashkëpuno dhe lidh urat e dashurisë dhe mirëkuptimit. Bashkëpuno, edhe nëse më mëkatar pra bashkëpuno me ata, binde gradualisht e jo me mallku, me largu nga mëshira e Zotit. Zgjidh fjalët që ndërtojnë e jo pra që dëmtojnë. Kështu duhet me vepru pra besimtari. Lusim Allahun e Madhëshëm xhamat që në fjalorin ton, nga gojet e tona,
le dalin fjalë të mira, le dalin fjalë të mira. Krejt për fund, thot pejgamberi jon alayhis salam, me një hadith që përmendëm fillim, se besimtari nuk ofendon, nuk mallkon, nuk kanë shipaturshëm dhe i pest në gjuhë. Kështu besoj se me mundësi mi hek çto vlera të këqija, po i them kështu, morale të këqija, tek i mundësim pra mu kanë dashur tek Zoti, e kur je i dashur tek Zoti sigurisht pra kanë me desh edhe njerëzit. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatiha.